mos e jep kur këtë nga shtëpia. Të dashur miq, mirë se vini në këtë video ku do të flasim për diçka që na rrethon çdo ditë, por që rrallë e vëmë re me vëmendje të plot, objektet e thjeshta të shtëpisë sonë. A keni menduar ndonjëherë se tenxheria në të cilën gatuani çdo ditë, kripa që i shtoni ushqimit, jastëku ku mbështetni kokën çdo natë, apo libri që lexoni për të ushqyer shpirtin tuaj, nuk janë thjesht gjëra materiale? Ato mbartin një peshë emocionale, simbolike dhe shpirtërore që ndikon drejt për drejt në qëndrueshmërinë tonë financiare, në paqen mendore dhe në ekuilibrin e marrëdhënieve tona. Sot do të zbulojmë së bashku se si mënyra se si i trajtojmë, i ndajmë ose i ruajmë këto objekte pasqyron vlerat tona më të thella. Ky nuk është një video bestytnisht të thjeshta, por një reflektim i thellë mbi energjinë që ne i japim hapësirës sonë personale dhe si kjo energji kthehet tek ne në formë stabiliteti ose trazirash. Le të hyjmë së bashku në këtë udhëtim të ndërgjegjshëm. Do të trajtojmë 7 pika kryesore, duke i zgjeruar ato me shembuj, shpjegime psikologjike dhe këshilla praktike që mund t'i zbatoni menjëherë në jetën tuaj. Para se të ndiqni këtë video, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të shpërndani videot miqve tuaj, është shumë e rëndësishme për ne për mirëmbajtjen dhe rritjen e faqes sonë. Le të fillojmë. Pika 1. Simbolika e objekteve, si pasqyrojnë sendet, vlerat dhe identitetin tonë. Le të fillojmë me themelin. Objektet nuk janë neutrale. Ato janë zgjatime të vetvetes sonë. Në shumë tradita kulturore, duke përfshirë ato shqiptare dhe mesdhetare, shtëpia nuk shihet thjesht si një strehë fizike, por si një hapësirë e gjallë që mban energjinë e banorëve të saj. Mënyra se si i organizojmë, i pastrojmë ose i ndajmë sendet tona tregon se çfarë vlerësojmë më shumë: bollkun, sigurinë, kujdesin ose ndoshta shpërfilljen. Kur ndajmë një objekt pa menduar, pa vendosur kufi të qartë, mund të prishim pa dashje ekuilibrin e shtëpisë. Psikologjikisht, kjo lidhet me teorinë e lidhjes emocionale. Objektet bëhen pjesë e identitetit tonë. Të heqësh dorë nga diçka që ka qenë pjesë e rutines tënde të përditshme mund të ndihet si humbje e një pjese të vetes, ose, në rastin e ndarjes së pakujdesshme, si një cenim i kufive personal. Mendoni për një moment, sa herë keni dhënë diçka hua dhe pastaj jeni ndier paksa të pakëndshëm, sikur diçka e vogël por e rëndësishme ju është marrë? Kjo ndjenjë nuk është rastësi. Ajo tregon se objektet mbartin memorie emocionale. Duke qenë të ndërgjegjshëm për këtë, ne fillojmë të krijojmë një hapësirë më të pastër, më të organizuar, që reflekton një mendje më të qetë dhe një qasje më të matur ndaj financave. Sepse një shtëpi e rregullt shpesh çon në një jetë më të rregullt financiare, pa shpërqendrime të panevojshme. Këshilla praktike: filloni duke bërë një inventar emocional të objekteve tuaja. Pyesni veten, çfarë ndjej kur e shoh këtë sen? A më sjell paqe apo ankth? Ky ndërgjegjësim i thjesht mund të transformojë mënyrën se si menaxhoni jo vetëm shtëpinë, por edhe buxhetin tuaj. Pika 2. Kripa, simboli i besnikërisë, vazhdimësisë dhe mbrojtjes. Një nga objektet më të thjeshta, por më të fuqishme, kripa. Në traditat e lashta, kripa është konsideruar hyjnore. Egjiptianët, romakët, judenjtë e vjetër dhe shumë kultura ballkanike e kanë parë si simbol të beslidhjes, mbrojtjes dhe plotësisë. Në disa zakone popullore, mosdhënia hua e kripës nuk ishte thjesht bestytni, por një mënyrë për të ruajtur integritetin e hapësirës shtëpiake. Duke dhënë krip, thuaj se mund të derdhej energjia e mbrojtjes së shtëpisë. Psikologjikisht, kjo na mëson diçka të rëndësishme për kufi. Kripa përfaqëson thelbin, atë që na mban gjallë dhe na jep shije jetës. Kur e ndajmë pa menduar, mund të ndihemi sikur po e humbasim kontrollin mbi atë që na bën unik. Në aspektin financiar, kripa na kujton parimin e bollkut të vetë mjaftueshëm. Nëse menaxhojmë me kujdes burimet bazë, si kripa në kuzhinë, mësojmë të menaxhojmë edhe paratë me të njëjtën vëmendje, pa shpërndarje të pakontrolluar që çon në mungesa të mëvonshme. Reflektim: herën tjetër kur dikush ju kërkon pak krip, mendoni nëse jeni gati ta jepni si dhuratë të vogël me dashuri, ose nëse preferoni ta ruani si simbol të plotësisë suaj.
Ky akt i vogël ndërgjegje mund të forcojë ndjenjën tuaj të sigurisë së brendshme. Pika 3. Pajisjet e kuzhinës, tenxheret dhe tiganët, energjia e ushqyerjes dhe kujdesit familjar. Kuzhina është zemra e shtëpisë. Tenxheret dhe tiganët nuk janë thjesht vegla, ato janë mjetet e ushqyerjes, të kujdesit dhe të bashkimit familjar. Kur gatuani për të dashurit tuaj, ju vendosni në ato jo vetëm ushqim, por edhe dashuri, kohë dhe energji pozitive. Dhënia huaj tyre mund të ndërpresë ritmin shtëpiak, atë rrjedhë natyrale të rutinës që ju jep ndjenjën e kontrollit dhe stabilitetit. Nga pikpamja psikologjike, objektet që lidhen me ushqimin aktivizojnë qendrat e kujdesit në tru. Kur i ndani pa kufi, mund të ndjeni një humbje të vogël të asaj energjie kujdesi që i përket familjes suaj. Lidhja me financat, një kuzhinë e organizuar dhe e plot ndihmon në gatimin në shtëpi, që kursen para dhe forcon shëndetin. Kur mbrojmë mjetet e ushqyerjes tona, mbrojmë indirekt edhe buxhetin familjar nga shpenzimet impulsive jashtë. Këshill, trajtojini enët e kuzhinës si aleat të shenjtë të mirëqenies suaj. Nëse i huazoni, bëjeni me kushte të qarta dhe me ndjenjë bollëku, jo detyrim. Pika 4. Shtresat e krevatit, jastëku, batanijet, intimiteti i gjumit dhe siguria personale. Dhoma e gjumit është hapësira jonë më private, ku jemi më të cënueshëm. Jastëku dhe batania mbartin energjinë e pushimit, të ëndrave dhe të rikuperimit emocional. Në traditat si feng shui, dhoma e gjumit duhet të jetë e pastër nga energjitë e huaja për të ruajtur qetësinë. Ndarja e këtyre sendeve mund të sjellë energji të huaja që prishin ndjenjën e sigurisë. Psikologjikisht, gjumi i keq çon në vendimmarrje më të dobët, stres më të lartë dhe probleme financiare, sepse stresi na bën të shpenzojmë impulsivisht për të lehtësuar ankthin. Duke mbrojtur shtratin ton, mbrojmë cilësinë e jetës sonë të përditshme. Reflektimi thellë, imagjinoni se çdo natë, kur mbështetni kokën në jastëk, por i vendosni lidhjen me veten tuaj të vërtetë. Mos e lejoni që kjo hapësirë intime të ndotet me histori të huaja. Pika 5. Librat personal, dritaret në botën e brendshme. Librat që lexojmë për rritje personale ose reflektim nuk janë thjesht letra me bojë. Ata bëhen pjesë e udhëtimit ton shpirtëror. Shënimet tona, faqet e palosura, energjia e përqendrimit ton, të gjitha mbeten aty. Kur një libër kthehet nga dikush tjetër, ai mund të mos ndihet më njësoj. Ka marrë pjesë në përvojën e një tjetri dhe kjo ndryshon vibracionin e tij për ne. Kjo na mëson për respektin ndaj botës së brendshme. Në një kohë kur informacioni është i bollshëm, të ruash librat personal si thesare do të thotë të ruash qartësinë mendore dhe fokusin, dy elemente kyçe për suksesin financiar afatgjallë. Këshill, krijoni një raft librash të shenjtë që nuk i huazoni. Kjo do të forcojë disiplinën tuaj intelektuale. Pika 6. Paraja, kufit e qartë për të ruajtur marrëdhëniet dhe paqen shpirtërore. Paraja është energji e pastër, por kur huazohet pa kushte të qarta, shpesh sjell tensione, faj ose prishje marrëdhëniesh. Statistikat dhe përvojat reale tregojnë se huadhënia e parave tek miqt ose familjarët pa marrëveshje të shkruar çon shpesh në humbje financiare dhe emocionale. Më mirë është ose ta jepni si dhuratë, nëse mund ta përballoni, ose të vendosni kushte të qarta, afate dhe përgjegjësi. Kjo pikë lidhet drejt për drejt me qëndrueshmërinë financiare, duke mbrojtur parat tuaja, mbroni edhe paqen tuaj mendore. Paraja e menaxhuar me kufi krijon besim afatgjat, jo vetëm me të tjerët, por edhe me veten. Këshilla praktike, mos huazoni atë që nuk mund ta humbni. Bëni një kontratë të thjeshtë. Ose thoni jo me dashuri kur është e nevojshme. Pika 7. Jetesë e ndërgjegjshme, kombinimi i praktikës financiare me zakonet shpirtërore. Mesazhi përfundimtar nuk është bestytni, por ndërgjegjësi milar. Duke vendosur kufi të shëndetshëm ndaj asaj që ndajmë, ne forcojmë strukturën tonë personale. Kjo çon në një jetë më të organizuar, më pak stres, vendimmarrje më të mira financiare dhe marrëdhënie më të shëndetshme. Përfundimi. Të dashur miq, objektet e përditshme nuk janë thjesht gjëra.
Ato janë pasqyra e botës sonë të brendshme. Duke i trajtuar me respekt, duke vendosur kufi të qartë dhe duke qenë të ndërgjegjshëm për energjinë që mbartin, ne krijojmë një themel më të fortë për qëndrueshmërinë financiare, paqen psikologjike dhe harmoninë shpirtërore. Filloni sot me një akt të vogël, zgjidhni një objekt dhe vendosni si do ta mbroni ose ndani atë me vetdije. Me kalimin e kohës, këto zakone të vogla do të krijojnë një ndryshim të madh. Faleminderit që ishit sot këtu. Nëse kjo video ju preku, mos harroni të lini një like, komentoni përvojën tuaj dhe abonohuni për më shumë reflektime të tilla. Ndani këtë video me dikë që mund të ketë nevojë për këtë mesazh. Qofshi të bekuar me paqe, bollëk dhe qartësi. Mirupafshim në videon tjetër.